Horoskopi për datën 7 maj 2025. Dashi, sot je plot energji dhe motivim për të punuar fort, për të përmbushur sa më shumë detyra që ke përpara. Kjo është një ditë kur ndihesh produktiv dhe i përqendruar në qëllimet e tua. Jo vetëm do përpiqesh të bësh më të mirën për veten, por gjithashtu i gatshëm të ndihmosh kolegët dhe të bashkëpunosh për të krijuar një atmosferë pune më të qetë dhe harmonike. Kjo qasje do të vlerësohet. Ka gjasa që të ndodh një udhtim i shkurtër apo i papritur për arsye pune që mund të hap dyert të reja për bashkëpunim apo mundësi zhvillimi. Ndërkohë, yjet tregojnë se mund të bësh disa blerje në garderobën tënde, ndoshta një veshje e re që të ndihesh më i sigurt dhe më i kënaqur për vete. Në përgjithësi është një ditë ku përkushtimi yt shpërblet dhe ku detajet e vogla kanë rëndësi. Demi, data 7 maj është një ditë lozonjare dhe me kënaqësi për ty. Energjitë e ditës do të ftojnë të relaksohesh, të argëtohesh dhe të përfshihesh në aktivitete që të sjellin gëzim. Mos nguro të pranosh ftesa për të dalë, qofshin ato për ndeshje sportive, kohë të bukura për fëmijë, takime romantike apo dalje në teatr dhe aktivitete argëtuese. Kontakti me miq dhe njerëzit do të jap energji pozitive. Ai do të jetë veçanërisht i këndshëm dhe ngushëllues për shpirtin tënd. Në këtë atmosferë të ngrohtë dhe sociale, bujaria jote ndaj të tjerëve nuk do të kalojë pa u vënë re. Kur jep nga vetja me sinqeritet, qoftë një fjalë të mirë, kohë apo ndihmë, universi ta rikthen atë në forma të papritura, shpeshherë në mënyra që ushqejnë zemrën dhe shpirtin. Sot është dita për të ndarë të qeshura. Binjakët, sot je veçanërisht i hapur dhe pozitiv në komunikim, veçanërisht me familjarët. Energjia jote e mirë do të reflektohet dhe tek ata duke krijuar një atmosferë bashkëpunuese dhe më të ngrohtë në shtëpi. Bisedat që do të zhvillosh me njerëzit e afër do të jenë ndërtuese të sinqerta dhe do të ndihmojnë në zgjidhjen e ndonjë keqkuptimi të mëparshëm. Gatishmëria jote për të ndihmuar të tjerët sot është e dukshme dhe pikërisht kjo e bën ditën kaq të bukur. Ata që ke pranë do të përgjigjen në të njëjtën mënyrë, duke të ofruar mbështetje, mirëkuptim dhe ndoshta edhe ndihmë praktike në një çështje që të ka munduar kohët e fundit. E gjithë kjo është një dëshmi e asaj që ti e di mirë, çfarë jep kthehet gjithmonë mbrapsh. Gaforria. Datë 7 maj je në qendër të vëmendjes dhe lë një përshtypje të shkëlqyer te shefat, prindrit apo e prorët. Kjo të sjell jo vetëm kënaqësi personale, por dhe mundësi për të ndërtuar ura të rëndësishme komunikimi. Energjia jote pozitive është ngjitse dhe njerëzit rreth teje e vlerësojnë këtë gjendje optimiste që ti transmeton. Je i gatshëm të ndihmosh dhe kjo sjell respekt dhe mirënjohje nga të tjerët. Kjo është një ditë ku mund të forcosh marrëdhëniet me figura kyçe në jetën tënde, qofshin ato personale apo profesionale. Përdore këtë ndikim për të kërkuar një favor, mbështetje apo për të ndërtuar më tej një projekt të rëndësishëm. Dikush i fuqishëm është gati të të ndihmojë. Luani, ti je i njohur për bujarinë dhe sot kjo cilësi të del në pa më shumë se zakonisht. Do të ndihesh mirë duke ndihmuar të tjerët, veçanërisht ato që kanë më shumë nevojë. Ka gjasa që ti bashkohesh një iniciative ose kauze sociale që të prek emocionalisht dhe të bën me zemër të plotë. Për më tepër, je në një pozicion të favorshëm në sytë e të tjerëve, ndaj mund të bashkohen dhe të tjerë në këtë përpjekje të mirë. Energjia jote e ndritur dhe e fortë të bën një udhëheqës të lindur për gjëra të mëdha sot. Është një ditë ideale për të dhënë, por edhe për të ndikuar pozitivisht në shoqërinë tënde. Veprat e mira që bën sot do të kthehen në mënyra të papritura. Virgjëresha. Sot ke një dëshirë të zjarrt për liri dhe për të ndjekur mendimet e tua, virgjëresh. Ndihesh filozof dhe kurioz dhe ke nevojë për përgjigje që shkojnë për te si përfaqësores. Pyetjet e mëdha të jetës mund të shtyjnë drejt leximeve, reflektimeve ose diskutimeve që të frymëzojnë. Megjithatë, dhe pse je në kërkim të vetes, nuk harron të ofrosh ndihmën tënde për të tjerët. Ky ekuilibër mes personalesh dhe eksplorimit dhe dëshirës për të qenë i dobishëm për të tjerët të bën sot një shoqërues ideal.
Mos ja anashkaloj intuitat e brendshme sot, mund të të çojnë në një udhëtim shpirtëror ose në një njohje të re me ndikim të thellë në jetën tënde. Peshorja. Sot je në gjendje introspektive, edhe pse je një person që vlerëson shoqërinë dhe marrëdhëniet e afërta, sot ke nevojë për pak më shumë privatësi. Mendimet të shkojnë larg drejt së ardhmes dhe drejt pyetjeve të thella rreth vlerave që të udhëheqin në jetë. Ky reflektim i brendshëm nuk është një shenjë izolimi, por një moment për të riorganizuar mendimet dhe qëllimet. Shumë gjëra po marrin formë brenda teje dhe kjo do të ndihmojë të marrësh vendime të mençura në ditët që vijnë. Mos ke frikë të shkëputesh për pak nga rrjetet sociale apo rutina, ndonjëherë heshtja është çelësi për të dëgjuar veten tënde të vërtetë. Akrepi. Sot ke një dëshirë të thellë për të kontribuar. Mund të përfshihesh në aktivitete vullnetare, grupe bamirësie ose thjesht të ndihmosh një mik që ka nevojë për ty. Je plot energji dhe ndjeshmëri ndaj nevojave të të tjerëve, diçka që të bën një mik të vlefshëm dhe të dashur. Nga ana tjetër, je i përqendruar edhe në angazhime konkrete. Nuk je vetëm në sferën emocionale, por ke nevojë të bësh diçka me dorë, të jesh produktiv dhe i dobishëm. Sot është një ditë ku forca jote emocionale dhe praktike vjen në shërbim të tjerëve. Mos e nënvlerëso fuqinë që ke për të ndikuar në jetën e dikujt. Shigjetari. Je në qendër të vëmendjes sot, edhe pa e kuptuar. Njerëzit e vërejnë çdo veprim dhe janë kurështar për çfarë bën. Kjo mund të sjellë mundësi, por dhe përgjegjësi. Prandaj bëhu i vetëdijshëm për imazhin që përcjell. Ndërkohë je në një fazë që kërkon liri dhe aventurë. Do të punosh fort, por dhe do të argëtohesh në maksimum. Liria personale është thelbësore për ty sot. Nuk do të ndjekësh rregulla për rrugën tënde unike. Dita është ideale për të bërë një dalje nga rutina, për të eksploruar diçka të re dhe për të ndjekur instinktet. Liria që jep vetes sot të jep energjinë që të nevojitet për nesër. Bricjapi. Sot do të tërhiqesh nga biseda të thella dhe filozofike. Kjo është dita kur dëshiron të shohësh më shumë nga jeta dhe të gjesh përgjigje për pyetje të mëdha. Të intereson gjithçka, nga idetë fitare deri te filozofitë që forcojnë mendimin e njerëzve. Megjithatë, edhe pse je angazhuar në mendime të thella, nuk duhet të harrosh kënaqësinë e ditës. Dita ka dhe një dimension argëtues, kështu që gjej kohë të relaksohesh dhe të kënaqesh me ata që të rrethojnë. Kombinoje kërkimin e thellë me përgjigje të lehta momentale të këndshme. Ka diçka të mrekullueshme në balancën mes mendimit të thellë dhe gëzimit të jetës. Ujori. Yjet për datën 7 maj parashikojnë që ti ujor mund të përfshihesh në negociata financiare. Ti do të tregosh bujari dhe mbështetje, por bëj kujdes. Ndihma që ofron është e vlefshme, por duhet të kujdesesh për nevojat dhe dëshirat tua. Mos e shpenzo gjithçka për të tjerët. Nëse nuk kujtohesh për veten, nuk ka kush të ndihmojë. Duhet të ruash gjithmonë një balancë. Ajo është kyç për sukses. Këshilla e ditës: bëj kujdes me financat dhe sigurohu që çdo ndihmë që ofron është gjithashtu e qëndrueshme për ty. Bujaria ka vlerë, por duhet vendosur dhe kufi. Peshqit, parashikimi për datën 7 maj është i tillë. Sot në marrëdhënie me partnerët dhe miqtë e afërt do të jenë të bukura dhe të mbushura me harmoni. Njerëzit do të jenë më të hapur dhe të gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin, duke krijuar një atmosferë pozitive dhe gazmore. Bisedat dhe udhëtimet e shkurtra do të jenë gjithashtu të frytshme për ty. Ajo që do të mësosh sot mund të ketë dobi për shtëpinë apo një antar të familjes tënde. Një këshill për peshqit sot: përfito nga energjia pozitive e ditës për të forcuar lidhjet tuaja, për të mësuar diçka që mund të sjellë përfitime për ata që i doni shumë, qofshin njerëz të familjes apo miqtë tuaj të afërt. Të nderuar miq, ky është horoskopi për datën 7 maj 2025. Nëse na bëni subscribe dhe like, faqja jonë do të jetë gjithmonë e prezente në YouTube. Kështu që bëni like, share dhe subscribe dhe na ndiqni në çdo ditë në horoskopin që ofrohet nga ne.
Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar, suksese në punë, fat në dashuri dhe një shëndet sa më të mirë.